Mirë se erdhe Tringa. Mirë se të gjeta që ashtu. Përshëndetje. Faleminderit për kohën. E ke nisë javën bërë, po m'duket, pas një të dielej e një vikendit suksesshëm, ato jo. Faleminderit shumë bukur po dukesh për ndryshe. Faleminderit edhe ti. Faleminderit. Neve që jemi kështu zeshkane për nga natyra, këto ngjyrat si të tokës, na shkojnë shumë. Po, e vërtet. Qështë kam, ke mujt me pushu pak prej vikendit? Po, mirë ka qenë, kështu më pësnin për emocionet, po i te i kalova edhe këtë momentin e bukur të promovimet, kështu që shumë bukur, shumë mirë. Normalisht në këto, kur ka një datë të shënume dhe një rast, ashtu si që kishe ti të dielën promovimin e librit, gjithmonë njerëzit para gëzimeve të tilla e kanë këtë sikletin, apo shkon gjithçka si duhet, apo shkon gjithçka si pas planifikimit, a përdore në ritual, kështu që me qetësu edhe këtillësu vetën? Të tham të drejtën, unë edhe shfrytëzoj rastin këto të bëj një falenderem shumë të madh për babën, për Naimen, i cili është përkujdesur për gjithë këtë pjesën e organizimit të promovimet, që akoma edhe po merret me disa detaje të fundit kështu, edhe nuk kisha shumë punë të them të drejtën, krejt që kam thoshte edhe mike dhe babi është që ti do ku bukur dhe ti është mirë, kështu që e pata atlet. Okej, zatën puna më e madhe veç është kryja, kur flasim për një copë shpirti, të cilin ti me siguri ke ruajtur edhe plot ndjesi të tjera e momente tjera që do t'i ndosh, besoj në librat e tu të ardhshëm, por le ta nisim nga kjo, po thoja edhe shikuesve që ka disa dedikime që ti ke bë brenda poezive të një copë shpirti, ashtu si që ke titullu edhe librin. A i ke nisë të planifikuar për ta botu si libër, apo kanë qenë fillimisht poezi të momentit të cilat ti ke dasht me i qitë letër? Pyetje shumë e bukur. Unë këto poezi janë poezi që janë të përmbledhura, që është nga klasa e 9, e tutje. Pra janë poezi të shkruara kaherë, nuk janë poezi që i kam shkruar specifikisht për këtë libër, edhe të them që këto poezi do t'janë konkretisht për këtë libër. Është thjesht një përmbledhje e punës time të pasionit të themi, që e kam pasur kështu në vazhdimsi. Okej, para se të futem më thellë në libër, tek po flisnim për promovimin, a ishte dikush që të mungoj aty dhe nuk ja doli për ndonjë arsye të jetë prezent? Pa dyshim që për shembull gjyshrit e mi, për shkak të moshës, nuk ja dolën të vinin, sepse ishin të lodhur, sidomos gjyshja, edhe kështu e ndjeva normalisht mungesën e tyre, por të them të drejtën, kjo ishte vetëm një manifestim të themi për librin dhe për realizimin e librit, më pas sukseset e urimet i pranoj edhe ndryshe, edhe po të mos jenë prezent, dashur si që janë gjyshrit, të cilët duket i ke jashtë vendit në mos gaboj, ja? Apo kanë lëvizje të kopaskoshme? Po, janë jashtë vendit. Në qoftë se flasin nga ana e familjes time, po. Sepse unë gjyshi dhe gjyshës i them edhe gjyshit edhe gjyshës e platorit. Kështu që ata janë këtu. Me që po flasim e përmend edhe platorin, pra ti ke zgjedhur këtë datën e së dielës, jo krejt rastësore si datë, pra përkan me një përvjetor tuajen. Është data ku ju jeni takuar, apo? Gjithmonë e kam pasur në diskutim me platorin cila është data më rëndësishme, ajo që jemi fejuar apo ajo që jemi njoftuar. Edhe gjithmonë unë kam qëndruar me atë idenë që data që jemi njoftuar është data për mua më rëndësishme. Edhe kështu e festoj më shumë datën e njohjes, edhe vendosa ta bëj promovimin e librit tim të parë në këtë datë, sepse me qeni o borin barë. Po, normalisht, por prej momentit që unë jam njoftuar me platorin, platori ka qenë një përkras dhe një shtys shumë e madhe për mua, duke më përkrarë, duke më ndihmuar gjithmonë në çdo ndërtime. Jo vetëm për libër, po për çdo gjë që i them se do ta bëj këtë, është gjithmonë ai krahë i djathtë që thotë po ti do t'ja dalësh. Edhe për këtë arsye si një lloj falënderimi për gjithë këtë përkrahje, vendosa që edhe datën e promovimit të librit tim të parë ta bëj pikërisht në 4 vjetorin
historinë tonë të lidhjes. Okej, besoj ka qenë i gëzuar që e ke marrë këtë vendim, a? Po, kishte edhe ai emocionet e veta, si gjithë ne, edhe po, u gëzua. Madje unë fjalimin tim që kam bërë në promovim, nuk ja kam treguar njerëzve. Apo, e ke mbajt për vete? E kam mbajt për vete dhe thjesht ka qenë pjesë falenderimi, edhe aty e kanë kuptuar madje edhe disa persona këtë datën e rëndësishëm tonë. Normalisht përveç miket dhe babit që ata veç se e dinin. Me siguri ke pranuar edhe pas promovimit edhe në format të tjera atyre që s'kanë pas mundësime që im prezent në promovim shumë urime e urata për librin. Cilat kanë qenë disa prej urimeve që të kam prek më së shumti ose emocionu, që ndoshta edhe nuk i ke prit, jo që nuk i ke prit prej personave prej cilve kanë ardhur urimet, por ndoshta mënyra se si kanë shprehur ato. Të them të drejtën, nuk muj të bëj ndarje, të them kjo ishte më e veçantë ose kjo ishte më e veçantë, sepse secili në mënyrën e vet e ka shprehur atë lloj falenderimi, atë lloj urate për mua dhe për librin, edhe nuk i ndaj dot. Do të thotë për gjithë mesazhet e pafundme, sidomos edhe për njerëzit të cilat nuk i njoh fare, jam shumë falenderuese për gjithë këto urime që kam marrë për libër. Okej, më the që libri pra nuk ka ndonjë datë të saktë të kuptimit që kur ka nisur edhe me mendimin se hajde po uleme, po e bëj një përmbledhje të poezive, por janë nga momente dhe periudha të ndryshme të jetës tënde. Po ashtu, do të doja me undal pak të njerëzit për të cilët ti ke shkruar në disa prej poezive. Të mi përmendesh ndoshta të parën që e ke bërë dedikim për dikë? Po, 3 poezit e para janë dedikim për 3 njerëzit e mi të cilët nuk jetojnë më. E para është për gjyshin tim, e dyta është për dajën tim, dhe e treta është për shoqen time Mirgeta. Këto 3 dedikime i kam fillu sepse e kam ndje një farloj dhe mshurie, po gjithashtu edhe jam mundu që mesazhi kryesor i librit të jetë ta gjejmë lumturinë edhe në copsa trishtimit. Kështu që kjo ka qenë edhe arsyeja që unë i kam fillu me diçka jo të bukur, një ndjenjë dhe mshurie, por që më pas jap mesazhin që duhet gjejmë forcën edhe për të vazhduar më tutje. A ishin këto poezit më të vështira për të shkruar ose mbase për ta mbajtur dorën pa u dridhur, sidomos kur e dim që ke shkruar për njerëz të afërt e emocioni është më i veçantë, kam përshtypjen. Normalisht, kur janë personale, është më ndryshe edhe struktura e shkrimet. Kurse kur janë të frymëzuara nga gjërat e tjera, është edhe pak më e lehtë. Këto personale, sidomos këto 3 poezit e para, unë them gjithmonë që në qoftë se kam qenë në lot, poezia më ka bërë të ndalem. Edhe kam ruajtur atë emocionin tim, atë dëmshmërinë time. Kështu që ishte e vështirë, por ishte edhe lehtësuese kur e vendosja ndjenjën në fletë. E bukur kjo, e këndshme, sidomos kur mbeten kujtime për herë dhe mbas edhe njerëzit tjerë që i njohin po të njëjtët persona emocionuar më shumë kur e lexojnë se si e ke nxjerrë ti prej shpirtit gjithë këto. Nga të buron ky pasion për shkrimin? Është shumë interesante. Mundohem gjej se çka është gjëja kryesore që më frymëzon, por e kam vështirë të them që është kjo ose kjo, sepse thjesht më lind natyrshëm, çdo gjë më lind natyrshëm, edhe kur shkruaj, edhe kur zgjedh një temë të caktuar, shpeshherë me familjar them, mi zgjedh 3 fjali dhe unë do të shkruaj një poezi sipas atyre 3 fjalive. Pra, frymëzohem shumë lehtë, madje me një histori që dikush më tregon, me një film, me gjëra të ndryshme, me natyrën, me një shëtitje, kështu që e kam të lehtë, e kam natyrshëm frymëzimin. Kanë ndikuar prindrit tu, apo më saktësisht nëna jote në këtë pasurim, po them, me qenë se ajo më duket nëse nuk e ka bëj unë, është mësimdhënëse gjuhës shqipe. Po. Edhe me siguri duhet jesh rritur me atë sikletin të mos gabosh, sepse nëna është mësimdhënëse, sidomos e gjuhës shqipe, pra që i bie duhet jesh e mirë. E kam kritikën më të madhe, shumë e vërtet, po. Sinqerisht, kështu gjatë gjithë kohës është
Të ringa shumë bukur e ke shkru këtë, po herën tjetër kujdes me këtë ëjat, me këto strukturën që ke shkru, po pse ke bo këta. Pra e kam një kritikuse kështu në shtëpi që gjithmonë thot shumë bukur, por herën tjetër ke kujdes këtë. Gjithmonë është një por mbrapa asaj shumë bukur. Gjithmonë që ndronë. Po mendoj që nënat është e natyrshme. E vërtet, e ka nga dëshira me të po perfekte, sa më mirë. Për gjithë nënat fëmiu i vetë është më i miri që i ditë gjitha dhe synon të arrijë atë perfeksionin. Ti lexon shumë, kështu të paktën edhe në ato diskutimet e tua me audiencën online e në rrjetet sociale së fundmi, shpeshherë të kemi pa që ose ti jep sugjerime ose pret nga dikush. A ke ndonjë numër që për shembull ja vë vetës si synim brenda muajve ose brenda një periudhe të vitit ta lexosh? Unë mundohem të lexoj sa më shumë që mundem. Mendoj që nuk ja dal atë sa e mendoj, edhe sa do doja unë të lexoja. Në të kaluarën të themi kur isha në të mesme, në shkollën e mesme, kisha kështu synime të qarta se sa libra dua t'i lexoj gjatë vitit. Herë ja rria, herë jo, herë edhe kaloja pritshmëritë e mia, po tash jo, tash shkoj natyrshëm, sidomos në kohën kur është plazhi, e adhuroj të lexoj në plazh. Kështu nuk e kam larguar atë pjesën që t'i caktoj vetës pritshmëri, sepse më pas edhe po shgënjem kur s'po ja arrin ndonjëherë. Pra e merr vetën kështu edhe me zor që themi në ndonjëherë po, e mendoj që nuk me libër nuk është ashtu, duhet shijuar. Po edhe varësisht nga libret dhe tematika që përmban libre gjithmonë. Okej, se këtu deshta me dalë, çka ke më përqefi të lexosh, ose a ka tituj të cilët i ke nisë, por nga gjysma ose krejt në fletat e para mbaron interesimi yt për të, dhe cilit mund t'jenë ato zhanre? Në fillim kam lexuar thjesht për të kaluar kohën edhe për të dalë në përfundim të tregimit që lexoja. Lexoj libra shumë psikologjik, më kanë pëlqyer, tani kam filluar më shumë dramë dhe romancë, por gjithmonë mundohem që gjatë leximit me pas një farloj mendimi kritik për me analizu strukturën e shkrimtarit. Më pëlqen shumë kjo të bëj një lloj analize se si ka menduar, edhe mundohem të shoh nëse mund të marr ndonjë teknik për ta përdorur. Po ka libra të cilat mund ndoshta t'i lexoj me një frymë sepse hi thellë tek ajo storje që autori ka paraqitur, por ka raste të cilat që them ndoshta kjo është më mirë të shkruhet me një fletore afër e t'i shkruajmë disa gjëra interesante, të rëndësishme në të lexuar ose në vazhdimsi të leximit. Në studime ke përzgjedhur juridikun për ta studiuar dhe jenë nga ato studentet ekselente deri më tani, që dyshoj se mund të ndryshoj kjo gjatë rrugës, por nga natyra dukesh një vajzë shumë e qetë dhe e butë. Kur flasim andej për juridikun, varësisht se cilën nga profesionet do të zgjedhësh, po për shembull për të qenë avokate duhet një përpjekje tjetër, pra ka do një zë ma të fuqishëm për ta bërë si punë. Shë vetën? Këtu dal prap në falenderim tek Platori, sepse është Platori që më ka shtyr të shkoj në juridik. Madje bënte shaka, thoshte se ti flet shumë edhe tamam të shkon në juridiko. Kështu që e kam gjetur vetën në aspektin të analizës së karakterit tim edhe të profesionit. Dhe mendoj që në këtë rrugën që jam, po, ndoshta do të bëhem një avokate shumë e mirë në të ardhmen, po madje një ardhme shumë e shpejt. Në të ardhmen e afërt. Nuk i dihet kjo, unë të uroj që ti krejt synimet e tua që i ke me i përmbush. Ma përmende pra Platorin dhe unë me i ke nga mendja. Si jeni njoft, me qenë se ju këtë datën e promovimit të librit e bone pikrisht për përvjetorin e juj, si jeni njoft ju të dy? Me Platorin jemi njoftuar në rrjetet sociale, po kemi qenë kështu shok fillimisht. Kemi diskutuar gjëra shumë interesante në raporte shoqërore, edhe nuk është se kemi pasur ndonjë farloj mendimi që të dalim, të kemi një takim së bashku, derisa u realizua takimi, edhe të them të drejtën, takimi i parë që u bë ishte takimi që
takimet e tjera shkuan rrjedhshëm. Dhe kështu përfunduam deri në vendimin që duam të jetojmë bashkë dhe duam të fejohemi. Po është një periudhë goxha e gjatë që e njoh Platorin, që besoj që janë bërë 7-8 vite, po që gjithmonë kemi qenë shok dhe kemi mbajtur këtë komunikimin si shok. Si e njihje paraprakisht se Platori është nga ata fëmijët që ka qenë i famshëm që nga i vogël për shkak edhe sigurisht të popularitetit të Mirijes edhe Naimit. Po, shumë e vërtet. Jo, nuk e njihja, nuk e kisha idenë kur flesja me të. Madje edhe shumë herë më thotë që kjo më ka pëlqyer tek ti, sepse nuk e pasur lloj paragjykimesh se kush mund të jem ose se si mund të kem jetën për shkak të popularitetit që prindët e tij e kanë, edhe nuk e njehja derisa kështu rastësisht në bisedë sipër thash, okej, tash po e kuptoj se kush je. Po prap kemi vazhduar shoqërinë tonë edhe ca vite derisa jemi takuar edhe kemi vendosur pra këtë rrjedhimisht jemi në lidhje. Prej takimit parë, gjanat kanë rrjedh vetë derisa ju tashmë jeni edhe të fejuar, po edhe bashkëjetoni, edhe këto. A ka ndryshuar se zakonisht tonë biles ka mendime nganjëherë edhe të kundërta nga kjo çështja e bashkëjetesës, dikush është pro, dikush është kundër para aktit të martesës, varësisht si e arsyetojnë njerëzit mendimin e vet. Për ty ka ndryshuar diçka në marrëdhënien e juaj nga bashkëjetesa? Jo, nuk e mendoj që ka ndryshuar diçka. Mendoj që është shtuar dashuria, edhe ajo ideja që të qëndrojmë së bashku, të bëjmë gjitha gjërat bashk, edhe të jemi afër njëri tjetrit. Kështu që mendoj që nëse ka shtuar diçka, ka shtuar vetëm në aspektin pozitiv. Nuk ka qenë asnjëherë problem që të themi, madje unë jam shumë falenderuese që mënyrën se si e kam komunikimin me Platorin është aq e mirë, sa që theme, ne nuk kemi pasur asnjëherë probleme shumë të mëdha. Normalisht çdo çift ka ato problemet e vogla që i ndodhin, por gjithmonë i kemi të kaluar shumë lehtë. Kush është më xheloz nga ju dy? Asnjëri. Jo, asnjëri. Nuk jemi xheloz fare. Mendoj që e kemi krijuar atë lloj besimin e vazhdueshëm ndaj njëri tjetrit dhe nuk kemi xhelozi. Okej. Nga ajo që ti ke bërë ndër vite në publikisht, është fjala që i ke bërë të hapuna që edhe njerëzit e tjerë me ti pa, janë edhe këto vlogs në YouTube më përpara. E sheh vetëm pjesë të televizionit ndonjëherë, a është nga ato ambicjet apo synimet e tua të së ardhmës së afërt, ku i dihet? Kur isha e vogël, po, e kam parë veten kështu si një moderatore, se më thoshin ke oratori të ringa, se ti lexon e flet bukur, po më llastonin të shtëpisë kështu. Tani nuk e di, nuk është se ka diçka konkrete në mendjen time, më shumë po synoj të mbaroj juridikun edhe të forcoj këtë ëndrrën time pra tjetrën në realizimin të bëhem një avokate. Po për moderatore nuk e di. Këtë pjesën e televizionit ndoshta e shoh si diçka plus ekstra për mua, pse jo? Për këshilla ke ku merr, kudo që vendos me ju fut, po ama edhe për muzikën, ti je rrethuar në një shtëpi me muzikën edhe me plot etapa në për cilat ka kalu muzika në vendin ton. Pak njerëz mund ta dinë që edhe ti ke një farë lloj lidhje me muzikën në vitet e tua shumë më përpara. Ke luajtur piano apo në instrument tjetër? Po, kur isha e vogël regjistrova shkollën e muzikës në Mitrovicë Ftatashko, edhe fillimisht isha në flaut, po e ndryshova, nuk e gjeja vetën, nuk më pëlqente shumë. Duke sikur po më merte të pianos, edhe qysh e vogël e mbaj mend sepse isha në klasë të 4, kam shku të drejtoresha vetë dhe i kam thënë, po, unë nuk po du flaut, unë du me qenë me një pianiste. Edhe po, mbarova dhe shkollën fillore të pianos, kështu që kjo pjesë këto, kurse pjesa tjetër për të kënduar, jo. Si ato këngës, isha? Asë kanë shpej me Mirinën Naimin? Në fakt, jetoj me 3 artista që kanë zërin shumë të mirë, e mësë shumë t'i këndoj unë, edhe nuk këndoj fare mirë. Ska derdhe, e ke pasion. Këtu po të bashkan gjitë me edhe unë, hitë si ato, po kurse nali këngën. E din kolegët, po këta se bëj publikisht se s'du me i dëmtu vesht shikuzve. Ndejnë qatë mas. Normalisht. Ndejnë qatë mas, shkoj. Platori dhe muzika, me qenë se ma përmende disa hera i ka qenë i mbështetje për ty qoftë për librin edhe në çdo segment tjetër.
Ti, ke qenë e pajtimit që ai të mirët më shumë me muzikën, të jetë më aktiv, të jetë më publik dhe intenzivisht i fokusu muzikë, apo si... Të thëmë të drejtën jo, nuk... Si platorit ashtu edhe familjes time në këtë rast, janë persona shumë privat, edhe i kuptoj plotësisht, edhe nuk i shty drejt kësaj botës televizive, në qofë se ata nuk duan, në qofë se shto tendenca që ata e kanë dëshirë, pa tjetër që e përkrahen këtë rast platorin. Po, përderisa nuk ma thot vetë, jam shumë okej edhe kështu si që është. Okej, por në momentin që do të zbuloj ai këtë dëshirë, me siguri do t'jetë tringa përkraja e ti më e mënde. Për gjithë gjë, jo vetëm për këtë. Ti e vajza e vetme në familje, ke një vëlla më të vogël, po si vajzë e ke atë 100% vëmendjen që është shumë vajza në moshë më të vogël, se kur rriten mandej të mungon ajo dashuria ose prezenca e një motre tjetër. Si e rriti, si ka qenë dedikimi i prindërve për ty në rrethanat edhe në kohën që ata të kanë lindë? Unë kam lindur në 10 orë, nuk e dua fare dimren, e bashkë në dimër kam lindë, po gjithmonë i dua shumë ditëlindjet, i adhuroj ditëlindjet, edhe jam ajo në shtëpi që i festoj këto ditëlindjet, po jam rritur në frymë në shtëpi ku gjithmonë mami është mundu me pas të drejta të barabarta mes meje dhe vllaut, madje shpesh herë edhe i them që më ke jep drejta më shumë se sa që duhet u mundu me mësu edhe vllaun për trajtimin e një vajzës, motrës tënde, edhe kam një lidhje shumë të fortë me familjen time. Jemi 4 vetë, unë edhe vllau kemi një lidhje shumë të veçantë, ndoshta që edhe jemi të dy dhe kemi pasur njëri tjetrin gjatë gjithë kohës, po edhe kjo është falë nënës time edhe falë babit tim, sidomos falë mamit, sepse ajo gjithmonë ka qenë aty afër për neve, me mësime, duke na ndihmuar edhe na ka bërë gjithmonë të jemi të lidhur me njëri tjetrin. Edhe pak kam qenë e llastuar të them të drejtën, sepse fëmia i parë, mbesa e parë në shtëpi, kështu më plotësonin gjitha dëshirat, po... Nuk është që s'ka pëlqy kjo. Jo, absolut, kush thot jo për dëshira. Gjithve na pëlqen, sidomos në moshë të vogël kur jemi. Po mendoj që me mos. Sigurisht. Si e pritën prindrit lajmin që ti je në njohje, në lidhje me platorin. I kujton ato ditët e para, kanë qenë sikletshme kumtimi i lajmit, ose kërkesa për me u taku bashkë me Mirien e Naimen? Po, e mbaj mend, fillimisht i kam tregu vllaut, sepse vllau ka qenë ai dhe vazhdon të jetë gjithmonë ai i pari që i tregoj çdo gjë dhe i diskutoj gjithçka me të. Edhe flisja me vllaun, i tregoja kur dilja me platorin. Pra vllau gjithmonë ka qenë i vetëdijshëm për këtë procedurën edhe kohën e takimeve tona me platorin. Kurse mamit i kam tregu më pas, po gjëja interesante është mënyrën si i kam tregu babit. Ka qenë miki në televizion, në një emision, edhe ishte kështu duke folur, edhe unë i them babit, bab, po kjo më duket është e Mitrovicës. Thot, po, shumë mirë, babi është edhe lokalist kështu, ne të Mitrovicës jemi lokalista normalisht, edhe i them, po, unë po flas me djalin e kësaj që po e sheti në televizion, edhe mbaj mend se ishte i shtrirë edhe qote, thot, është e vërtet? Thom, po, është e vërtet. Edhe kështu, pra është, ka qenë njëra shumë interesante që i kam treguar, po më pas i them që të njoftohemi, po fillimisht njoftohem unë me familjen e platorit, e më pas takohen edhe familjet. E lezetshme. Pas ke gjetë formën interesant. Po, ishte interesant e momentit edhe ishte më e lehtë për mua, kështu si ta them më shpejt. Sepse vajza e babit e pak e sikletshme, po normalisht e kuptueshme edhe kaloj edhe kjo. E kuptueshme. Dhe me njëherë sigurisht kur flasim për persona të cilët kanë një bazë të famës, e që Miria Naimi e kam prej vitesh këta duke qenë prezente edhe përmes muzikës, po edhe televizionit, me njëherë, pasit ju bashkove familjes, edhe të këty u këthyen dritat e vëmendjes, për që i kështu, sidomos në mediat e shkruara, në portale, se në televizion kanë arrit me të mbajtë më larkë të paktën publikisht. Kam pengu në ndonjë periudhë të kohës, ose sa ke qenë gati me pa vetën me emër mbi emër një portal?
Jo, nuk më kam penguar, edhe pse kanë shkruar lloj-lloj titujsh, që kanë pengu më shumë? Ndonjëherë kanë qenë të çuditshëm, edhe thoja po flasin për mua, po nuk ka qenë të themi një pengesë shumë e madhe. Jam munduar të jem larg medjave, por kam qenë edhe përgatitur, kam qenë shumë e përgatitur nga mike, sepse 5 muaj para se të fejohesha, unë veç se jetoja me ta. Edhe ajo e dinte pikërisht se çfarë do të ndodhte në vazhdimsi, edhe e dinte që kësaj fejese mediat nuk do iknin. Edhe kështu më përgatiste që do të ndodh kjo, do të shkruajnë, do të thonë, edhe te kalova shumë lehtë, kështu që Miki ka qenë aty një shtyllë shumë e rëndësishme për mua, për me ndihmu me arrit këtë rezultat që tash e kam, që nuk më qon pesh se çka shkruajnë. Okej, po në fillim e normal të vjen pak zor kur nuk i pret, sidomos nëse flasim për tituj që ka njëherë e pyet veten ajo mund kjo. Më vjen të çudi kur esja në rrugë, sidomos me miken që më njihin njerëzit. Isha mësuar me një jetë shumë thjeshtë, ecja nëpër qytet, njihja vetëm me shoqërinë time, kurse kur isha me miken i dëgjoja miri e bra, edhe unë Miki po throsin, po zamër jam të i dëgju, po jam mësu, kështu. E për mua ishte pak e çuditshme kjo, po edhe me këtë jam ambientuar. A ka bërë më të komplekse kjo fakti që tani të njohin njerëzit, apo ti vazhdon ta bësh rutinën tënde dhe... As pak. Madje shoqëria ime vazhdimisht ma thonë si kompliment që shumë mirë që nuk e ndryshuar. Nuk jam person që preferoj komplekset, qoftë se shoh diçka që nuk është në rregull me mua, gjej kohën të qëndroj me veten e ta rregulloj, kështu që nuk kam komplekse, nuk më ka shfaqur ndonjë kompleks kjo ndjenja e të qenurit reja e Miri e Brasë, Naima Bazit. Okej. Po kthehem edhe një herë në fund tek libri, zbesoj që do të jetë i fundit, sepse ti vazhdimisht do të shkruash, se pasioni s'hiqet as brenda natës, as për kohë të shkurt, por se a do ta bësh një përmbledhje tjetër për një kohë të shkurt, nuk e dim si ke planet në këtë aspekt. Janë ca romane që po punoj, disa janë në përmirësimin e tyre, disa janë që po i shkruaj kështu si ide të reja. Nuk janë të finalizuara ashtu si që dua unë të jenë të finalizuara, por besoj që sakt nuk mund të premtoj asgjë, por pa tjetër që do të ketë edhe libra tjerë. Okej. Këta mundem me marë? Po, pa tjetër. Ke vendos vetë për kopertinën që tjetë e thjeshtë për shumë e bukur? Po, ngjyra e verdhë është ngjyra ime preferuar. Edhe dhomën time e kam në ngjyrë të verdhë, dollapat janë krejtësisht verdhë dhe kam kështu... Çfarë simbolizon kjo e verdha? Nuk e di, më pëlqen, është ngjyrë e hapur. Nuk kam ndonjë arsye specifike. Ka bëj me xhelozin që thuhet, nuk e di a qëndron një men kjo puna ose cila shkencë thot këto, po gjithsesi, këtu po lexoj veç disa prej titujve. E besoj që njerëzit që duan ta kenë, mund të shkruajnë ty apo mund ta gjejnë diku? Kam thënë që shumë shpejti do të tregoj në rrjetet e mia sociale se ku mund ta gjejmë, sepse jemi akoma në finalizimin e fundit këtyre detajeve të vogla. Super. Unë e di që se të shoh nga një herë edhe në TikTok, zakonisht kur shko diku bën një TikTok edhe merr propozime, jo për veshjen, jo për dukjen, e ke bosa ndonjë para se marrë studio apo jo? Jo, realisht jo, nuk kam pas kohë. Kështu angazhimet një pas njëshme, tani edhe filloj edhe fakultetin, e duhet me u përgatit për provime, për ligjërata. Po TikTok-un se len anash, a? Jo, nuk besoj se do t'a lë, po nuk është prioritet, jo, absolut. E dashur ke shumë kënaqësi me të pas këtu. Po më duket që të një prej ka herë, veç prej faktit sa herë Miki më flet për ty, sa herë taku Hermik, kështu që më vjen mirë për suksesin tënd dhe besoj shihemi herave të tjera. Patjetër, ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Miq, po ju lëm me publicitet e kthehem veç pas pak.